vitin 2006, një organizatë inteligjencë me selinë në Washington publikoi një raport që duhej të kishte tronditur Shqipërinë. Raporti emërtonte 9 rrugë trafiku droge që operonin në vend dhe jashtë tij, emërtonte emra, data, korridore, lidhje politike dhe në qendër të 2 prej këtyre rrugëve ishte një emër, Gjergj Luca. Raporti u botua nga International Strategic Studies Association, një organizatë themeluar në vitin 1982 në Washington DC, e drejtuar nga Gregory R. Copley, australian, këshilltar strategjik për qeveri në nivel kryeshteti, autori 30 librave mbi siguri ndërkombëtare. Organizata e tij operon Global Information System, një shërbim inteligjencë të enkriptuar që ushet informacione strategjike qeverive në mbi 170 vende të botës. Pamfleti ka komunikuar me Copley, janë shkëmbyer disa mesazhe dhe shumë shpejt do të disponojmë raportin e plot me titull Defense and Foreign Affairs Special Analysis. Deri atëherë kjo është ajo që dim nga versioni i publikuar në 2006. Raporti nuk ishte spekulim gazetaresk, ishte produkt inteligjence dhe në fund të tij, një shënim që jep peshë çdo fjalë të shkruar. Citoj: The accuracy of this data has been verified, corroborated by the last 3 sources and has had the contribution of segments of the Albanian Secret Service outside the control of former Prime Minister Nano. Burimet ishin të trefishta dhe përfshinin segmente të shërbimit sekret shqiptar që nuk kontrolloheshin nga Fatos Nano, pra brenda shishit kishte njerëz që dinin të vërtetën dhe nxorën jashtë. Raporti identifikonte 9 rrugë të ndara trafiku në Shqipëri. Gjergj Luca shfaqej në 2 prej tyre, jo si antar i thjesht, si kontrollues. Rruga e 5, Maqedoni-Shqipëri-Greqi, korridori i brendshëm, kalonte nga Tirana në Korçë dhe në Selanik. E kontrollonin Gjergj Luca dhe Jani Morava, i cili kishte biznes transporti në Pogradec. Në të njëjtin grup, Roland Ziu, pronari i biznesit e Spanja, Alfred Ziu dhe Fatos Zjarri, transportues. Raporti thot se Gjergj Luca ishte pronar kazinosh në Tiranë, Shkodër dhe në Mal të Zi, jo peshkatar, pronar kazinosh në 3 vende të ndryshme. Rruga e 6, Mali i Zi, Tiranë, Itali, korridori i kokainës. Këtë rrugë e kontrollonin 3 persona: Gjergj Luca, Artur Gjini dhe Ariana Ndoni, i njëjti Ariana Ndoni që u akuzua në procesin Kompas. Bashkëpunëtori kryesor ishte Pollumb Gjoka në Shkodër. Ndërmjetësi me malazezët, Besim Tulinen dhe Adem Ahmetin, Gjergj Luca ishte i vetmi person në të gjithë raportin që kontrollonte 2 korridore njëkohësisht, jo 1, por 2. Heroina nga lindja dhe kokaina nga perëndimi, 2 rrugë, 2 produkte, i njëjti njeri në qendër. Por raporti thotë diçka edhe më të rëndë. Thot se ish kryeministri Fatos Nano kishte krijuar kontakte me Gjergj Lucën rreth 1 vit e gjysmë përpara publikimit të raportit, dhe kur Ariana Ndoni, njëri nga kontrolluesit e korridorit të kokainës, u arrestua në 2005, raporti e përshkruan këtë arrestim jo si akt drejtësie, por si lojë pushteti. Citojmë fjalë për fjalë nga raporti. Andoni was arrested in 2005 in a clear attempt by Fatos Nano to place Gjergj Luca under his complete control. After everything was achieved, his freedom was being arranged. Lexojeni përsëri. Andoni u arrestua jo sepse ishte trafikant, por sepse Nano donte të kontrollonte Lucën dhe pasi u arrit qëllimi, lirimi i Andonit po organizohej. Kjo do të thotë se arrestimi ishte mjet presioni, jo drejtësi, dhe Gjergj Luca ishte caku i kontrollit, jo i ligjit. Ky është momenti kur trafiku i drogës dhe pushteti politik bëhen e njëjta gjë, kur arrestimi i një trafikanti nuk është veprim ligjor, por lëvizje shahu, dhe kur peshkatari bëhet aq i rëndësishëm sa një kryeministër kërkon ta kontrollojë. Në nëntor 2004, policia shqiptare dhe ajo italiane kryen një operacion të përbashkët të koduar Kompas. Objekti, zbardhja e një rrjeti ndërkombëtar trafiku droge që lidhte Shqipërinë me Italinë e Veriut. Hetimi ka nisur 2 vite më parë, në 2002, nga Prokuroria e Milanos. Njësia kundër krimit të organizuar kishte regjistruar një dosje për një organizatë që dyshohej se transportonte lëndë narkotike nga Shqipëria drejt Italisë, kryesisht përmes portit të Shëngjinit. Gjatë 2 viteve,
Autoritetet italiane grumbulluan prova përmes përgjimeve telefonike dhe vëzhgimeve fizike. Në vitin 2004, dosja u konsiderua e plot. Prokuroria e Milanos kërkoi urdhra arresti evropian për disa shtetas shqiptar. Kërkesa ju dërgua autoriteteve shqiptare nëpërmjet kanaleve të bashkëpunimit ndërkombëtar policor si Interpol dhe Eurojust. Në datë 8 nëntor 2004, në orët e para të mëngjesit, forcat speciale të policisë së shtetit, në bashkëpunim me karabinerët italianë, ekzekutuan urdhrat e arrestit. Operacioni nuk nisi në Tiranë, nisi në Lezhë. Ky detaj është vendimtar. Drejtësia italiane, që e kishte ndërtuar dosjen, i dha prioritet Lezhës ndaj kryeqytetit. Pse pikërisht Lezhë? Sepse informacioni i tyre çonte atje. Lezhë mbikëqyr portin e Shëngjinit dhe në portin e Shëngjinit ndodhet baza kryesore e flotës së peshkimit të kompanisë Rozafa në pronësi të Gjergj Lucës. 12 anije, qindra punonjës, peshk që ngarkohet në Shëngjin dhe shkarkohet në Barje, Brindisi. Më datë 8 nëntor 2004, në orën 5:30 të mëngjesit, forcat speciale shqiponja të policisë së shtetit, në bashkëpunim me karabinerët italianë, kryen operacionin e koduar Kompas. 2 personat e parë që u shoqëruan ishin Arben Luigi Nikulaj, i lindur më 12/3/1970 në Lezhë, dhe Nikol Nush Filipi, i lindur më 25/7/1968 në Lezhë. Policia i mori ata në orën 16:15 përpara se të lëvizte në Tiranë, përpara se të prekte dikë tjetër. Sipas materialeve të siguruara nga dosjet hetimore, konkretisht nga proces verbali i ndalimit i hartuar nga Komisariati i Lezhës, Arben Nikulaj rezultoni afërm i të ndjerit Ardian Nikulaj. Ky i fundit, sipas dosjes, rezulton se në ato vite ishte shoqëruesi Gjergj Lucës. Nga aktet e procedimit të prokurorisë Milanos, Ardian Nikulaj figuron si person i afërt me struktura të Gjergj Lucës, i përfshirë në lëvizjet dhe sigurimin e tij. Ai u arrestua më vonë në Itali në vitin 2005 gjatë një operacioni të veçantë të karabinerëve të Milanos. Pas Lezhës, në orën 16:00 të së njëjtës datë, 8 nëntor 2004, forcat speciale të policisë hynë në veprim në Tiranë. Objektivat: bar restoranti Rozafa, lokali luksoz i Gjergj Lucës në qendër të kryeqytetit dhe disa banesa në zonën e Selitës dhe Don Boskos, ku mendohej se qëndronin personat për të cilët drejtësia italiane kishte kërkuar arrestimin. Brenda 48 orëve, 5 persona u vunë në pranga, një i 6 u ndalua dhe 12 të tjerë u shoqëruan në ambientet e policisë për t'u marrë në pyetje. Drejtori i përgjithshëm i policisë, Sokol Gjoka, refuzoi të jepte detaje në konferencën për shtyp të datës 10 nëntor 2004. Jemi ende në kuadër të hetimit, tha ai, asgjë më shumë. I arrestuari i parë, i konsideruar si drejtuesi i grupit, ishte Arjan Sokol Selimi, por pas këtij emri fshihej Armand Andoni, ish bashkëshorti i Nizgjonit, njërës nga vajzat më të njohura të showbizit shqiptar në atë kohë. Sipas raportit amerikan të vitit 2006, Andoni ishte krau i djathtë i Gjergj Lucës në korridorin e kokainës që lidhte Malin e Zi, Tiranën dhe Italinë. Historia e Armand Andonit fillon në Shtetet e Bashkuara. Në vitin 1998, ai u arrestua në Michigan për shpërndarje të rreth 1000 kilogramve marijuanë. FBI e regjistroi dhe e futi në listën e të kërkuarve. Ekziston ende posti i tij i kërkimit të FBI-s për të. Ai u lirua në pritje të gjykimit, por menjëherë u largua nga SBA-ja, u kthye në Shqipëri dhe mori identitetin e ri, Arjan Sokol Selimi. Me këtë emër, hapi biznese në Tiranë dhe jetoi për 6 vite si njeri i lirë, ndërsa në Michigan e priste një flet arresti. Këtu fillon lidhja e tij me Gjergj Lucën. Sipas raportit të Defense and Foreign Affairs Special Analysis të datës 17 korrik 2006, Andoni ishte njëri nga 3 kontrolluesit e rrugës 6 të trafikut, korridori Mali i Zi, Tiranë, Itali, i dedikuar për kokainë. 2 të tjerët ishin Gjergj Luca dhe Artur Gjini, bashkëpunëtori kryesor i grupit. Ishte Pollumb Gjoka në Shkodër, i cili shërbente si ndërmjetës me malazezët Besim Tulinen dhe Adem Ahmetin. Por raporti amerikan thot diçka edhe më të rëndë për Andonin.
Ai u arrestua në vitin 2005 në një përpjekje të qartë të Fatos Nanos për të vendosur Gjergj Lucën nën kontrollin e tij të plot. Ky arrestim nuk ishte një veprim i drejtësisë, ishte një lojë e pushtetit. Nano e përdori arrestimin e Andonit për të ushtruar presion mbi Lucën dhe pasi qëllimi u arrit, citoj fjalë për fjalë nga raporti: "His freedom was being arranged." Lirimi i tij po organizohej. Andoni nuk ishte thjesht një trafikant, ai ishte personi nëpërmjet të cilit kontrollohej Luca. Arrestoi Andonin dhe Luca mbetej pa njeriun e tij kryesor. Liroi Andonin dhe Luca të detyrohej. Në vitin 2004, kur drejtësia italiane dërgoi dosjen për ekzekutim në Shqipëri dhe nisi operacioni Kompas, Andoni u kap në një vend shumë specifik, jo në shtëpinë e tij, jo në rrugë, në restorant pizzeri Rozafa, pronë e Gjergj Lucës në Tiranë. Pas arrestimit, Andoni u gjykua në gjykatën e krimeve të rënda. Procesi zgjati 3 vite. Gjykata e dënoi me 16 vite burg, bazuar kryesisht në provat që drejtësia italiane kishte dërguar që në vitin 2002, përgjime, ndjekje, dokumentimin e veprimtarisë së organizatës. Por Andoni nuk ishte i vetmi i dënuar në procesin Kompas. Bashkë me të u dënuan Arjan Xhemali nga Durrësi, i njohur edhe si Shabani, me 16 vite burg, Kujtim Popoci me 15 vite burg, Petraq Ferdinand Avrami me origjinë nga Berati, banues në Tiranë, me 10 vite burg, Blenard Mehmet Fejzullaj me origjinë nga Fieri, banues në qytetin Studenti në Tiranë, me 6 vite e gjysmë burg. Ai ishte djali i Mehmet Fejzullajt, gjithashtu i arrestuar në operacion. Të dy kishin ardhur në Tiranë nga Fieri, pak muaj përpara arrestimit. Fatmir Kuçi nga Fieri, me 6 vite e gjysmë burg. I vetmi i shpallur i pafajshëm ishte Dritan Kuçi, i gjykuar në mungesë për shkak të mungesës së provave. Shumica e grupit përbëhej nga Fieri, Durrësi dhe Lezhë. Të gjithë këta emra ishin pjesë e korridoreve të trafikut të drogës, që raporti amerikan i identifikonte si pjesëtar të organizatës së Gjergj Lucës. Blenard Fejzullahu do të bëjë më vonë emër i rëndësishëm në rrjetet ndërkombëtare të kokainës. Italia e kërkonte për trafik droge dhe organizat kriminale, por gjykata shqiptare e liroi duke shkaktuar polemika të forta. Andoni nuk e pranoi dënimin. Në maj të vitit 2008 nisi grevurie në burg, duke pretenduar se procesi kishte pasur shkelje të rënda procedurale. Çështja kaloi në të gjithë shkallët e gjyqësorit dhe në maj të vitit 2011, gjykata e lartë vendosi në favor të tij. Riktheu dosjen për rigjykim, duke konstatuar se gjatë procesit ishin kryer shkelje që cënonin të drejtat e tij. Afatet e paraburgimit kishin kaluar. Armand Andoni, alias Arjan Selimi, doli i lirë. Më 26 shtator 2011, Arjan Andoni u vra në Tiranë. Ishte 38 vjeç. Atentati ndodhi rreth orës 7:25 të mbrëmjes në një rrugicë pranë banesës së tij, në zonën e ish parkut të autobusëve. Autorët përdorën armë tip Kalashnikov. Një person që e shoqëronte, Klevis Kole, 19 vjeç, u plagos. Vrasja nuk u zgjidh kurrë. Asnjë person nuk u arrestua, asnjë person nuk u akuzua. Armand Andoni ishte njeri që dinte shumë, ishte drejtuesi i grupit Kompas. Sipas policisë shqiptare, kishte kaluar vite në burg dhe tashmë ishte i lirë në pritje të një rigjykimi ku do duhej të fliste përsëri. Pyetja që lind natyrshëm është: a ishte Andoni dikush që nuk donin ta dëgjonin të fliste? Në pjesën e parë të këtij dokumentari, zbuluam një raport të vitit 2006 nga International Strategic Studies Association në Washington. Raporti fliste për 9 rrugë të trafikut në Shqipëri. Gjergj Luca ishte i vetmi person që kontrollonte 2 prej tyre njëkohësisht: korridorin e heroinës nga Maqedonia në Greqi dhe korridorin e kokainës nga Mali i Zi në Itali. Në raport shkruaj gjithashtu se ish kryeministri Fatos Nano kishte krijuar kontakte me Lucën dhe se arrestimi i Armand Andonit në 2005 ishte një përpjekje për të vendosur Lucën nën kontroll, jo drejtësi, por loj pushteti. Pamfleti është në komunikim me autorin e raportit, Gregory Copley, dhe së shpejti do të disponojmë raportin e plot.
zbërthyem operacionin Kompas. Prokuroria e Milanos kishte nisur hetimet në vitin 2002. Në nëntor 2004, policia shqiptare dhe italiane arrestuan disa persona. I pari ishte Armand Andoni, i cili jetonte me identitetin e rem, Arjan Selimi. Ai ishte krau i djathtë i Gjergj Lucës në korridorin e kokainës. Ishte pikërisht bar-restorant Rozafa, restoranti ku arrestua Andoni. Andoni u dënua me 16 vite burg, por doli i lirë në vitin 2011, pasi gjykata e lartë konstatoi shkelje procedurale. 2 muaj pas lirimit, më 26 shtator 2011, u vra në një atentat me Kalashnikov në Tiranë. Vrasja nuk u zgjidh kurrë. Shumica e grupit Kompas përbëhej nga Fieri, Durrësi dhe Lezhë, 3 qytete kyçe në hartën e trafikut ndërkombëtar. Pjesa e tretë do të vijojë me lidhje të tjera të Gjergj Lucës me krimin e organizuar. Do të tregojmë zhvendosjen e tij në Elbasan dhe kontrollin e korridorit Elbasan-Durrës-Tiranë. Do flasim për goditjen ndaj medias dhe gazetarëve që sinjalizuan rrjetin e tij të trafikut. Dhe do të shpjegojmë pse, sipas një fraze të urtë, kësaj here Gjergj Lucës i ka ngecur sharra në gozhd.